Ish kryeministri Sali Berisha është pyetur për herë të parë në prokurorinë e posaçme në lidhje me vrasjen e 4 protestuesve në 21 janar 2011, pas dëshmisë përpara prokurorit për 2 orë. Berisha mohoi të ketë dhënë urdhër gardës për të qelluar. Është qelluar nga vendorët e gardës. Garda ka një ligj, i cili ligj autorizon rojen të qellojë sa herë dikush e kërcënon me ndonjë objekt apo me ndonjë gjë. Të qellojë në ajër, kur ajo përsëritet, të qellojë te këmbët, kur ajo përsëritet, ta eliminojë rrezikun. Asnjë urdhër nuk është dhënë për të qelluar. A keni dhënë urdhër? Asnjë urdhër dhe kurrë. Berisha e konsideroi zë të falsifikuar audio përgjimin e dorëzuar në SPA ku dëgohet urdhri i gardës. Mëtej Berisha u shpreh se si ministri dhe komandanti i gardës i kanë kërkuar që të largohej nga zyra, por ai ka refuzuar. Të falsifikosh një zë është gjëja më e thjeshtë. Dhe unë po ushqim ju këtu që janë imituar në autenticitet të plot, jo zëra të njerëzve thjesht, po gjerdhe të president të Shteteve të Bashkuara. Kishte agjendë dhune. Kjo është e vërteta. Dhe pikrisht kjo deklarat është bërë shkak që të mos thirrem unë për të pyetur në një proces për një ngjarje dramatike që u kushtoi jetën 4 demonstruesve, plagosjen mbi 120 policëve, Dumani, Troplini mos thënë Dumani. Pa marrë unë njoftimin ja u shpërndau mediave nëpërmjet zyrës së tij të shtypit. Mbetet ende e paqartë nëse me rihapjen e hetimeve për 21 janarin, prokuroria e posaçme do të marrë dëshmitë jo vetëm të ish kryeministrit, por edhe të organizatorëve të protestës. Aso kohë e udhëhequr nga Edi Rama si kryetari i opozitës. Më herët për vrasjen e 4 protestuesve Heguran Dedja, Ziver Veizi, Faik Myrtaj dhe Alex Niga janë dënuar Ndrea Prendi dhe Agim Lupo, respektivisht 1 dhe 3 vite burg.